Kryetari i Kuvendit, Niko Peleshi, gjatë mbledhjes së përbashkët të grupit parlamentar të Partisë Socialiste dhe kabinetit qeveritar, prezantoi arritjet kryesore të legjislaturës. Gjatë fjalës së tij, Peleshi vecoi miratimin e 131 ligjeve dhe reformave të rëndësishme civile e penale, duke e cilësuar këtë periudhë si legjislaturën e integrimit evropian. Kuvendi ka qenë institucioni ku janë materializuar reformat më të rëndësishme të kësaj periudhe. Gjatë 2 sesioneve të para të legjislaturës, janë miratuar 131 ligje, afro 40 ligje më shumë se sa 2 sesionet e fundit të legjislaturës kaluar. Kemi miratuar me konsensus ndryshimet në rregulloren e Kuvendit, duke modernizuar procedurat parlamentare dhe duke rikonfiguruar komisionet e përhershme të Kuvendit. Kemi ndërmarrë reforma të rëndësishme në kodin penal dhe kodin civil, kemi përmirësuar kuadrin ligjor për konfliktin e interesit, lobimin, komisionet hetimore, organet e drejtësisë, statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve, pronësinë intelektuale, veprimtarinë financiare, mbrojtjen e mjedisit, bujqësinë dhe zhvillimin rural. Janë reforma që ndërtojnë institucionet e Shqipërisë së dekadës së ardhshme. Të nderuar kolegë, nëse do duhet ta përkufizonim këtë legjislaturë me një fjali të vetme, unë do të thoja se kjo është legjislatura e integrimit evropian. Peleshi foli edhe për takimet ndërkombëtare dhe afrimin e Shqipërisë me legjislaturat e Bashkimit Evropian. Gjatë kësaj periudhe kemi zhvilluar një aktivitet intensiv me Parlamentin Evropian dhe parlamentet e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian në kuadrin e diplomacisë parlamentare. Vizita zyrtare, konferencat ndërparlamentare dhe kontaktet me kryetarët e parlamenteve kanë pasur një objektiv të vetëm, sigurimin e mbështetjes politike për procesin e antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Delegacionet përbëra nga gjithë spektri politik shqiptar kanë vizituar më shumë se gjysmën e parlamenteve të Bashkimit Evropian. Në një kohë kur në disa vende europiane është rritur skepticizmi ndaj zgjerimit, ishte detyra jonë të shpjegonim dhe vazhdon të mbetet detyrë, të shpjegonim reformat që po ndërmerr Shqipëria dhe të fitojmë besimin e partnerëve tanë. Në të gjitha forumet ndërkombëtare, në kontaktet me Kongresin Amerikan, me parlamentet e vendeve anëtare dhe në Asamblen Parlamentare të NATO-s, Parlamenti ka marrë pjesë në 86 forume dhe takime, duke dëshmuar dhe konfirmuar se Shqipëria mbetet një aleate e besueshme e angazhuar për të përmbushur detyrimet e saj në NATO dhe për të kontribuar në sigurinë, paqen dhe stabilitetin rajonal dhe ndërkombëtar. Ndërsa në javët e para sesionit të ri parlamentar, Kuvendi do të organizojë konferencën ndërparlamentare, agenda strategjike e zgjerimit të Bashkimit Evropian dhe antarësimi i Shqipërisë, e cila do të mbledh në Tiranë përfaqësues të parlamenteve të 27 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, të vendeve kandidate, të Parlamentit Evropian dhe Komisionit Evropian. Gjithashtu, kryeparlamentari vuri theksin te modernizimi i Kuvendit nëpërmjet digitalizimit, përfshirë përdorimin e inteligjencës artificiale për transkriptimin e seancave dhe përforcimin e sigurisë kibernetike. Gjatë periudhës shtator 2025 korrik 2026, Kuvendi është përfshirë në një proces të modernizimit institucional dhe transformimit digital. Një nga arritjet më të rëndësishme të vitit 2026 ka qenë implementimi i sistemit të transkriptimit automatik në kohë reale të veprimtarisë parlamentare nëpërmjet inteligjencës artificiale. Sistemi ka hyrë prej disa muajsh në funksion, duke vazhduar edhe trajnimin dhe vetëpërmirësimin, që nga mbledhja e parë e transkriptuar, ajo e Komisionit të Ligjeve në 4 shkurt 2026, janë transkriptuar me sukses 287 mbledhje të komisioneve parlamentare me rreth 486 orë material të përpunuar. Aktualisht të gjitha seancat plenare transkriptohen dhe transmetohen drejt për drejt me titra në kanalin e Kuvendit në YouTube. Përtej miratimit të nismave digjitale dhe inteligjencës artificiale që automatizojnë shërbimet e referencës, u bë ditur se Byroja e Kuvendit ka miratuar strukturën e re organizative. Siç u shpjegua në relacion, nuk bëhet fjalë për një inflacion artificial të administratës ose shtim masiv të burokracisë, por për një profilizim dhe specializim të thellë të punonjësve aktual dhe të rinj.